Rikthehemi përsëri në studio bashkë në pjesën e dytë, duket se e morëm notën jo kaluse, po e morëm vlerësimin me 10 erion. I kishim rregull këto të vëna, se kujtohet që herën e fundit kur jemi takuar se kishim gatruar një dy gjëra të vogla dhe ti nuk na kurseve, kështu që sot përmirësimi në maksimum. Doela, pika numër 1 ishte leja e lindjes. Më duket që duhet ta marrin jo më kundrejt shpërblimit financiar, diçka e tillë, po nuk mund të konvertohet në shpërblim. Duhet të marrë leje e paguar vjetore dhe nuk mund të konvertohet në Kozeta, para se të flasim për këtë, unë mendoj që është shumë e domosdoshme. Isha shumë e domosdoshme ndërhyrja në këto kodin e punës. Pikërisht sepse vjen një periudhë kohore që çdo gjë duhet të parë, duhet të rishikuar për përmirësim. Kemi vënë re, domethënë që janë shtuar divorcet në këtë shoqërinë tonë, janë shtuar domethënë shumë personat cilët janë beqar, nuk krijojnë dot familje për pamundësi sepse çfarë të bëjnë më përpara, domethënë, dhe kanë preferuar të sakrifikojnë veten e tyre, një familje të ardhshme, për të mos i rënë në qafë fëmijës që nuk e di se sepse s'kan mundësira, pra. Pikërisht, pra, vjen një moment që duhet të ndërhyet dhe nuk duhet ja vëmë, domethënë, çfarë ndodhi, domethënë çfarë ndryshime bën, sepse ne duhet shikojmë impaktin që do shkaktojnë këto ndryshime. Gjithmonë duhet bërë në sajt të studimeve, në sajt të, domethënë, analizave, që vërtet është i domosdoshëm ky ndryshim dhe për mendimin tim kjo, domethënë, ndryshimi në kodin e punës ka qenë mëse i domosdoshëm, nëse në vendet e tjera të Bashkimit Evropian këto gjëra janë bërë me kohë, tek ne gjithmonë janë shtyrë për më vonë, apo nuk janë llogaritur fare, dhe ja ku jemi, domethënë, ja ku është. Pse tani? Ne gjithmonë ta gjejmë pse me kapele, pse pa kapele, po pse është ky momenti Erion që u pa ka qenë gjithmonë që u pa arsyeshme përfundimisht për ta marrë një vendim, domethënë. Kjo është një ndër iniciativat e ndërmarra nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, sepse siç e thash dhe pak më parë, janë disa aspekte që po synohet të ndryshohen. Një nga elementet më praktik, por që nuk prek në mënyrë të drejtë për drejtë publikun e gjerë, është procesi i integrimit evropian. Një sër prej këtyre dispozitave na kërkohen nga janë kusht. Janë kusht dhe janë në transpozitim të shumë direktive të Bashkimit Evropian. Pjesë e procesit të këtij produkti final kanë qenë dhe ekspert të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, të ILO-s, ekspert të sindikatave, përfaqësues të Ministrisë Mirëqenies Sociale, përfaqësues të Ministrisë Drejtësisë, ministrive që mbulojnë fushat e ekonomisë, përfaqësues nga Gjykata e Tiranës që na kanë pru aspektet praktike që përmendi dhe kreu i sindikatave, domethënë për elementet e zbatueshmërisë, dhe duke qenë se u ndryshuan, u prekën shumë fusha, janë prekur zyrat e punës, janë prekur arsimi profesional, janë riformuar sistemi pensioneve, ishte nevojshëm të riformuar edhe ky aspekt. Një ndër elementet që ka të bëjë me shtimin, do të që kemi një numër më të lartë punësimesh, mund të përmend rastin e agjencive të punësimit të përkohshëm. U përmend në insertin që sapo dhat, fakti i rregullimit të disa profesioneve që deri tani janë subjekt i abuzimeve sepse janë kryesisht informal. Flasim për profesionet si hidrauliku, babysitter apo profesione të tjera që nuk kanë nuk kanë një pikë referimi. Prandaj ne kemi krijuar këtë kornizë ligjore që do të rregullojë këtë agjenci punësimit të përkohshëm që besoj mund të jetë dhe element reflektimi dhe nga ana e gjithë organizmave që operojnë në këtë fushë, që do të mund të punësojnë në mënyrë të drejtë për drejtë këta punëmarrës dhe të ofrojnë shërbimet e tyre tek subjektet pritës. Do të thënë, rastin e babysitterit, këto do e punësojnë babysitterin, këto agjencitë të punësimit të përkohshëm dhe do i ofrojnë shërbimin familjes përkatëse që do i duhet ky babysitter. Apo rastin e një punimi, do ofrojnë punën e këtij hidrauliku, i cili do jetë i punësuar nga agjencia, por shërbimi do ta kryej tek subjekti pritës, do jetë familja apo ai lloj biznesi. Që ka nevojë për një kohë të caktuar për këtë shërbim. Po, kohë të caktuar dhe kjo do përmirësoj disa elemente. Pikë së pari do rrisi zbardhjen e këtyre vendeve pune që tani janë kryesisht në të zezë. Do rrisi cilësinë e shërbimit të ofruar, sepse nëse një familje ka mundësi të zgjedhë në këto agjencitë të punësimit të përkohshëm një numër të lartë babysitterësh, do ketë ku t'i drejtohet, do marrë një produkt më cilësor dhe më të mirë.
vetë punëmarrësi do jetë më i mbrojtur sepse do kontratën do ta ketë të drejtë për drejtë me Agjencinë e Punësimit. Madje ne kemi vendosur edhe një dispozitë përforcuese, sepse në rast se i ndodh një aksident, nuk do jetë përgjegjës vetëm Agjencia e Punësimit përkohshëm, por dhe subjekti pritës që duhet të sigurojë këtë punë. Domethënë kemi bërë një mbrojtje globale të këtyre punëmarrësve. Me këtë mënyrë synohet dhe të rritet numri, sasia e punësimeve, por njëkohësisht të rritet dhe cilësia. Do të shtoj edhe një element që nuk u tha tek inserti, që përtej mundësisë së zgjedhjes lejes lindjes të marrë nga nëna apo nga babai i fëmijës, ne kemi shtuar dhe një element tjetër, që është leja prindërore. Pas lejes lindjes, familjet që kanë mundësi ekonomike mund të marrin një leje pa pagesë, e cila mund të jetë nga një minimum prej 4 muajsh, ku është një drejt e punëmarrësit, deri në maksimumin e moshës 6 vjeçare të fëmijës. Si ka mundësi që nënat për shembull kthehen në punë, pa i bërë të 40 ditë të fëmijës, se si duket kjo pa i bërë të 40, si ka frika se mund të zërë dikush vendin e Kjo është jashtëligjshme, sepse ka detyrimin 63 ditor. Si? 96 një funksion të lartë shtetëror, nuk mund të rrejë 2 vjet. Atëherë, ka detyrim 63 ditor pas lidhjes. Nuk jo asnjë ministër, po jo. Po ka pas edhe ministër drejtoreshe që kanë lidhur. Jo, po flas për këto që njoh unë, nuk e kam stekën kaq të lartë në kol. Po thoja kështu, punonjës të tjerë të rëndësishëm të këtij vendi, po jo në këto ligji që kthehen në punë. Për 40 ditë se të vendit ashtu që nga edhe përveç lejes, mund të marrësh edhe leje pa drejt rroge dhe pastaj të kthehesh përsëri në vendin e punës? Po të ruhet vendi i punës. Të ruhet vendi i punës. Po zeta pavarësisht se ti si një ligj është njësoj për gjithë, kështu që motivu dhe lindje, që të ketë lindje. Aha. Sepse nga frika nuk po lindin. Dhe një edukim më të mirë të fëmijës, sepse në këtë po më shumë është për të mbajtur familjen e shëndetshme së plot. E ke bërë lejen e lindjes së plot. Nuk jam nga këto me 40 ditë, po është tmerrsisht e pabesueshme si mund të kthehet një nën që s'ka dal nga ditët e veta, të kthehet në punë me frikën se do më zën vendin e punës. Kozeta, e di pse është ky problem, sepse ne po flasim për, domethënë, për korniza, për detyrime që na vijnë nga Europa dhe jo gjëra që duhet i kemi qëndësishme brenda çdo institucioni, çdo qendror, vendor. Dakor, edhe nëse se kemi ne shumë që na ka nxitur dikush. Sash, le ta shtyj dikush, domethënë le ta kemi të nxitur, po mbi gjitha duhet ta kemi të qëndësishme. Domethënë duhet të kërkojmë të drejtën tonë në çdo vend pune. Në çdo vend pune që na japin. Por fatkeqësisht, për realitetin shqiptar, është ne jemi kaq pak, jemi një vend kaq i vogël dhe sa herë që ndrohen qeverit plasin reforma, çuditërisht, domethënë plasin reforma, dhe aty sindikata nuk ka çfarë të mbrojë, sepse ligji thotë që në raste reformash të heq nga puna, shkurtohen vendet e punës, çuditërisht ne gjithmonë i kemi, sa herë që ndrohen qeveri, gjithmonë i kemi të fryra, domethënë të fryra vendet administratat, çuditërisht janë gjithmonë. Domethënë këtu gjithmonë habitem, sepse ne gjithmonë bëjmë reforma dhe shkurtojmë vende pune, sa herë që ndryshojnë qeverit, por gjithmonë këto qeveri kanë gjetur pozicione, domethënë kanë gjetur administratë të fryrë. Domethënë kjo është diçka që edhe një gjë, përpara se të kalojmë, Elton, para se ta fjalën se ja harroj pastaj, në qoftë se në rastet më përpara, kur nuk do të bësh delje e zezë, sepse informacioni mbetet konfidencial, për atë për cilin po flisnim pak më përpara, dhe rregullohet kolektivisht e gjitha, në rastin që ne po flisnim, pra në rastin e lejes, nuk mund të jetë më kolektiv, është një person që i është mohuar, po themi kjo e drejtë. Si mbrohet jo ky individ e mësova si mbrohet, se mbrohet me ligj. Çfarë masash merret për punëmarrësin, punëdhënësin, më falni, që nuk ta ruan vendin, që thotë kam nevojë për performanca. Atëherë ka dhe këtu një mungesë njohurie të theksuar. Është e pamundur që të detyroj punëdhënësi që të kthehesh para 63 ditëve. Vetëm me konsensus, 63 ditët pas lindjes, nëse e dëshiron nëna, mund të kthehet në vendin e punës. Dhe në rast se kthehet, ka disa të drejta shtesë që nuk i kanë punojësit e tjerë. Ka të drejtën e 1-2 orëshi, pushim gjatë orarit punës ose në përfundimti. Do të thotë që do mund të punoj 6 orë dhe të paguhet për 8 orë. Dhe ky është një detyrim ligjor dhe unë e shoh shumë të vështirë dhe në sensin praktik, sepse nëse të rikthehet, ti e detyron të rikthehet një nën përpara kësaj periudhe,
dhe nuk I jep të drejta, është shumë e lehtë për inspektoratin për të vendosur mas, dhe kjo mas e vendosur ka një arsyetim I cili mund të përdoret shumë lehtë në gjykat. Po të gjithë këto braqe janë thyer, janë të gjitha të painformuara, më fal, nuk dua të mbetem as si avokat djalli dhe as si person paragjykues, dhe as, po është e pamundur që 90% e grave që lindin shkojnë në punë përpara se ta mbarojnë lejen e tyre të lindjes. Nuk e di ku merri të statistika ju, po unë si besoj të statistika. Kodi nuk është I formës urdhëruese. E lejon, është I formës lejuese. E lejon të kthehet, nuk e urdhëron që të kthehet. Për mbi 63 ditë. E lejon që të kthehet, nëse ajo ka një punë që I sill të ardhurën më të mira dhe burrin e ka pa punë ose ka I punë të lehtë burri. Dhe burri mund të marrë leje të edukohet dhe të rrisi fëmin. Krah asaj. Tani ta keme vullnet të plotë dhe të lirë, Kol, jam shumë dakord me ju. Kurse të ndjehem unë e detyruar, pavarësisht se s'm detyron kush. Nuk është detyruese. Në kodin e punës e di se kam qenë komision, është lejuese. Nuk është detyruese. Masani do të kemi gjatë parasysh që janë ato favore të tjera për nanën me xhi. Mas 63 ditë, ka favore të tjera. Ka disa element për te atyre që do të kemi gjatë parasysh që unë njoh plot kompani në Shqipëri që kanë qerdhe dhe vetë nanët sa të kalojnë gjatë të 3 ditë duan që të shkojnë punë sepse marrin dhe punën dhe rrisin edukojnë fëmin brenda kompanisë. Kanë qerdhe brenda kompanisë. Ka zetë më shumë është fakti, më më thënë, është fakti që ndjen të ndjen në kompani që kanë 800 punëdorë ose 1000 punëdorë që kanë qerdhe 40 fëmijë. Ky nuk është I vetmi ligj. Ky nuk është I vetmi ligj I shkëlqyer I këtij vendi. Ne nuk po flasim për sa I mirë është ligji ynë I shkruar, ne po flasim sa I mirë zbatuar është ligji ynë dhe besoj që këtu bien. Unë desha të flas pak nëse më lejohet në gjysmën gotën bosh të këtij ligji. Vetëm një moment sa ta përfundojmë. Që mos të ngeli plot se kjo punë del sikur u fol për një gjë edhe kam dëgjuar me vëmendje në gjitha mediat që lihet pak nuk I jepet rëndësia e dur agjensive të punësimit të përkohshëm. Kjo është një risi që sjell ligji në fakt. Kjo është risia më e madhe se gjërat e tjera pastaj janë edhe të menaxhueshme, por kjo është vërtet risi. Nuk e them nga pozicioni që unë jam kompani punësimi, por ka ardhur një risi për herë të parë në Shqipëri dhe përmendet për herë të parë që është punësimi përkohshëm nga agjencitë e punësimit. Në fakt, kjo nuk është se ndihmon vetëm punëkërkuesit. Kjo ndihmon edhe punëdhënësit. Pra dhe kompanitë, sepse dhe ato ndoshta nuk ju duhet të punojnë në mënyrë të jashtëligjshme ose në mënyrë të përkohshme. Do thënë, duan dhe atyre të rregullohet tregu. Kjo shumë kompani të huaja, para se të vinin në Shqipëri më kanë pyetur, lejohet staff leasing, do të thënë dhënia e personelit me qira, dhe nuk ka qenë ndaluar me ligj, por nuk ka qenë edhe e inkurajuar. Pra situash ishte rekrutim plus payroll, do me thënë. Në këtë mënyrë është menaxhuar deri tani. Me vendosjen e ligjit, unë kam përshtypjen që ky ligj nuk është totalisht I plot. Është shumë që ka filluar, po ndoshta duhet të krijohet një ligj vetëm për dhënien e personelit me qira, sepse do përfshihet edhe punësimi I përkohshëm. Pra, ky ligj është I domosdoshëm edhe për thithjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Shumë kompani kanë thënë jo Shqipërisë, projekteve në Shqipëri, vetëm dhe vetëm, përveç çështjeve të pronave, që është një çështje tjetër, unë tashmë, duke dhënë punësim edhe në Maqedoni, një projekt gjigant I qeverisë amerikane ka vajtur në Maqedoni. Një kompani me 15.000 të punësuar në prodhimin e airbags për të gjitha tipet e makinave, ka shkuar atje sepse e lejon ligji për dhënien e stafit me qera. Pra ne, po ta kishim bërë këtë ligj para 5 vjetësh, thot atë kompani ta kishim këtu. Pra, ligji I punësimit të përkohshëm është një risi shumë e madhe dhe unë për këtë dua të falenderoj ministrinë. Jo për 2 orëshin dhe as për atë mos pagimin e pushimeve, po të vetë marrë tjetri pushimet. Sepse kjo është gjysmë bosh I bie që ata nuk marrin as para. As pushimet nuk I bëjnë dhe as para s'kan për t'i marrë. Sepse praktikat kanë treguar që manipulohet kjo pjesë nga biznesi. Unë do thosha që të fokusohemi te punësimi I përkohshëm, të fokusohemi te ligji për staff leasing në anglisht për dhënien e personelit me qira, sepse do rregulloj edhe çështjet e pushimit, edhe çështjet e shtatzanive, edhe çështjet e pushimit prindëror, edhe pushimet, oraret e pushimit, sepse pastaj futet një faktor tjetër rregullues. Është punëkërkuesi, është punëdhënësi nga ana tjetër, është inspektoriati nga ana tjetër dhe është kompania e punësimit që intereson të ketë emër të mirë në treg. Pra, është si të thuash një formë sindikate, sepse unë kam punuar një kompani të madhe ndërkombëtare punësimi, që e bënin këtu në gjithë botën.
dhe ata ishin aq faktor në Gjermani, në rastin e Gjermanisë, sa e ulin dhe sindikatën dhe qeverin që të shikonin interesat e punëmarrësit. Pra, ky është një ligj vërtet ka kaluar shumë nga media pa u vënë re sepse nuk e njohin të gjithë, po është risia kryesore. Unë e përsëris nuk besoj shumë. Është një qasje pak subjektive, sepse unë do thoja shumë e rëndësishme, por nuk është vetëm ajo dhe nuk është pjesa më kryesore. Është qasje subjektive, duhet parë nga... Ajo kompani do kishte ardhur në Shqipëri. E parë në rastin fjalë, por dhe ndryshimet e tjera janë shumë të rëndësishme. Patjetër, nuk e diskutoj, ato janë në risi të gjitha, po kjo është një ndër më kryesore. Kore, e kishte me rakun tek? Unë kam rakun ke pjesa Bosch. Te pjesa Bosch? Po, duke fillu që nga problemin fjalë, për problemin e nën-kontraktimit, se ne i themi në aspektin folklorik nën-kontraktim, normalisht ka qenë një kërkesë permanente sindikata, sepse gjatë viteve të kaluara ne kemi pas shumë ndërmarrje nën-kontraktuese në Shqipëri, të cilat lanë punëtorët me 6 muaj, 8 muaj pa pagu fare, ose merrshin lek nga kontraktori mam dhe nuk e jepshin nërmarrja bi i keq përdëronte dhe punëtorët ngelshin 8 muaj, një vit pa rroga, pa kushte pune, nuk kishte përcaktuar fatkeqësisht as sot nuk përcaktohet qartë, ne kemi kërkuar të përcaktohet qartë kush e lidh kontratë kolektive. Është vërtet që janë bashkë solidar gjitha përgjithësitë, detyrimisht, rrjedhimisht edhe kontrata kolektive do jenë bashkë solidare, qoftë me pritsin, qoftë me punëdhënësin më anë, por normalisht ne e kemi të paqartë se kush e lidh kontrata kolektive në këtë rast. Megjithatë, do vike pjesa Bosch e kodit punës. Është vërtet që ka prej 4 vjeç që ne kemi qenë të përfshi qoftë me qeverinë e kaluar, qoftë me qeverinë ekzistuese, ka qenë një kërkesë jo vetëm e brendshme, po që flasim këtë hapur dhe ndërkombëtare, veçanërisht e Bankës Botërore, Fondit Monetar, Bashkimit Evropian, sepse ne kemi një ligj të vitit 96, shumë i mirë realisht, një ligj i modelit zviceran i punës, ligj i arrir edhe për kohën dhe i ka rezistu kohës deri më sot, por duke futur rastësisht drejtori rreth 20 direktiva të Bashkimit Evropian, të cilat ishin pa transfuzuar në ligjin ekzistues punës, që nga puna me nën kontraktim, telepuna, puna jashtë shtetit, problemet e lindjes, problemet tjera u detyru mësënej që të azhonohen gjitha. Mirë për çfarë ka ndodhur? Janë marrë 100% o këtë normale që të propozimet e strukturave ndërkombëtare, siç janë problemi i direktivave. Një pjesë besoj të biznesit nuk e di se sa janë të kënaqur, sepse normalisht kur kemi debatuar në grupe pune kanë qenë më aktiv, sidomos dhomat e tregtisë, qoftë dhoma amerikane apo dhoma tjera. Ne sindikatat jemi përpjekur vazhdimisht që ndikojmë që të futën dhe pjesë tona dhe jo të gjitha në fut. Spari ke orët jashtërarit. Orët jashtërarit nuk përcaktohet qartë, ne kemi kërkuar që mos jetë urdhëruese. Normalisht projekti thotë që urdhëron punëdhënësit të marrin punë, unë nuk mund të më urdhëroj. Duhet të jetë dhe kjo lejuese. Më lejon dhe unë punoj, si s'punoj, varet nga mundësitë dhe kapacitetet që unë kam për të punuar jashtërarit. Problemi tjetër është problemi i punës në 6 orë, pushimit 20 apo 40 minuta, nuk e di se është në mas 6 orë. Pas 6 orësh. Po, normalisht konventa e ILO-s dhe direktivat e Bashkimit nuk e përcaktojnë se është e pagushme apo e papagushme. Lehet në vlerësimin kombëtar çdo shteti, thot konventa. Është e pagushme apo e papagushme. Në përgjithësi, shtetet e Bashkimit Evropian në përgjithësi, jo të gjitha kanë të pagushme. Pse? 20 minuta pushim, mas 5 orësh apo 6 orësh në kompjuter, është tepër domosdoshme që unë të heq syt 20 minuta dhe çojm kam drejt të shpinën, të ndoshta dikush pinë edhe cigare në balkon. Dhe normalisht në fatkeqësisht pjesa e qeverisë ndikoi që kjo të jetë e papagushme. Çfarë do ndodhi? Tani është e vështirë që ma të jetë 8 orë dita punë, sepse do të bëhet nanë. Se çdo punëdhënës do abuzoje, duke thënë që unë të dash 20 minuta pushim. Unë të dash 20 minuta pushim. Kjo do jetë fatkeqësia më e madhe sepse nuk do jetë më 8 orë puna, po do jetë 9 orë duke abuzuar me 20 minutë e pushimit. Kanë filluar ta bëjnë ndërkohë që ne flasim. Ne po lobojmë parlament, me grupet parlamentare, besoj që mas të ditë javën që vjen të futet për diskutim, që kjo të jetë e pagushme. Detyrimisht të jetë e pagushme. Nëse kjo do jetë e papagushme, është e garantuar abuzimi maksimal nga punëdhënësit. Mosani ka edhe probleme tjera që realisht nuk janë përfshi që ne kemi kërku, veçanërisht problemi i sindikatave. Partitë politike dhe sindikatat fatkeqësisht në Shqipëri janë tërësisht kaotike. Nuk ka ligj, mas 25 vjet demokraci, ne nuk kemi një ligj transparence për shembull për partitë politike, se çfarë financojnë fushat, çfarë prishin si me radhë. Po kështu dhe për sindikatat ka opinione negative për sa i përket keq menaxhimit, keq trajtimit të fondeve, të shpenzimeve me radhë.
ne kemi kërku dhe vazhdojmë të kërkojmë me sistem, sidomos konfederata sindikatave që ndërtoj, që problemet e përfaqësueshmërisë sindikale, problemet e organizimit sindikal të përcaktohen me ligj, siç janë në të gjithë perëndimin. Kush është sindikat ndërmarrje, kush është sindikat territori, kush është sindikat profesioni, kush është federatë sindikale që përfshin disa sindikata profesioni, kush është konfederatë në shkallë kombëtare që përfshin disa federata kombëtare. Dhe kush ka strukturë të pranuar në strukturat ndërkombëtare me radhë. Realisht, ose fatkeqësisht nuk u përfshi dhe në këtë kohë. Çfarë ndodh më thoni? Secili drejtor siç ka ndodh, apo secila parti ka një sindikat nga mbrapa. Kjo është fatkeqësi. Jam shumë dakord sepse po çofësh sot. Në fund e pranove të një. Jo, e kemi pranuar gjithmonë, e kemi pranuar gjithmonë, një gjë, do të jemi korrekt, unë po flas publikisht, unë ka një 10 vjet pak që kam fol si një publik në televizion. Gjithmonë e kemi kërkuar. Normalisht sot ke drejtori postave ka një sindikat. Shoqata Skrapari thotë është sindikata e postës. Drejtori I burgjeve ka një sindikat. Merr një oficer të liruar, thotë ky është sindikata. Spitali filan ka një sindikat sepse drejtori aty ka çmë këtë parti apo këtu. Kjo ndërmarrje ka një sindikat sepse ka mikat tjetër. Normalisht kjo është një nuk e shikoj gjë të keqe të këtë sindikate, po problemi është kjo sindikat si funksionon. Kush është sindikat shkallëkombëtare? Sepse përfaqësia është shumë e rëndësishme. Pikërisht tu nuk ka asnjë lloj ligji për ta gjesh vendet pa punë dhe të pambrojtur. E radhës, kush do qeverie, në gjithë strukturat unë kam lavdëruar këtë qeveri se më lëvërdis për ta lavdëruar dhe normalisht është qeveria më afër objektivave dhe aspiratave të konfederatës sindikateve. Po, kështu ndoshta mund të mos ngelemi tek këto lavdërime, se ka një nivel papunësie shumë të madh tani, kështu që do të përdorin politikisht. Po pra, mas 20 vjet, ky këshill kombëtar ka qenë më afër realitetit. Se do përfundojmë pastaj debate që njerëzit janë duke ikur nëpër Gjermani, tashin ne të flasim ka dhe bashkia një sindikat, për shembull, ju viki nga bashkia, ka 1300 punonjës. Jo, unë tash jam sociologe, nuk e di. Ka 1300 punonjës bashkia e Tiranës që paguajnë kohët keni sindikat minatorësh. Janë 1300 punonjës në thesarin e shtetit. Paguajnë kohët keni sindikat minatorësh prej 3 vjet. Janë tilla absurditete. Duhet të gjeni mënyrën. Ne kërkojmë që këto probleme të krijohet një shtrat ligjor me qëllim që masanet të ketë dhe një hapësira ligjore për të punuar. Jo hapësira ligjore për të abuzuar. Normalisht sot ka hapësira thojza ligjore, secila parti krijon sindikatën e vet, vjen kjo këtë grup, vjen një tjetër nesër, kjo një grup tjetër, dhe për një gjeta rastin që të them ky këshill kombëtar ka qenë ndoshta më afër se asnjëherë realitetit profesionalisë, por edhe ky pa ligj. Thjesht kanë vënë një vendim, ka vënë vetëm ministri Velia, ka thënë do merren sindikatat më të përfaqësuara të profesioneve. Unë jam kundër edhe kësaj. Normalisht në shkallë kombëtare, në këshill kombëtar, por në këshill ekonomik dhe social duhet të jenë konfederatat, shkallë kombëtare, vetëm konfederatat, sepse ato përfaqësojnë gjitha profesionet më natyre. Megjithatë, ai u vë përpara një faktit ndodhur që 2 konfederatat ishin pamundura për përfaqësuar punëtor dhe zgjodhi anën tjetër me profesione. Por kjo duhet bëhet me ligj. Edhe kjo duhet fut në kodin e punës. Drejtori e di që kemi duke qenë që jemi vend kaq I vogël dhe gjithë populli ka ndryshuar, domethënë drejtim jo nga partia shtet, po tash nga partit shtet që do bëjnë shtetin dhe gjithë domethënë vendet e punës I mbajnë peng fundja edhe vendet, si mund thuash, qeveria ndërhyn edhe pikërisht tek vendet call center apo që nuk duhet fare që ti marr parasysh, po duhet të jenë persona të tjerë që të merren me këto gjëra, duhet të jenë institucione të tjera private që të konsiderojnë. Si numra vendesh pune. Po pra, jemi domethënë kaq rënë në këto procese sa pikërisht këto ndërhyrjet në kodin e punës na duhen a leverdisin dhe duhen bërë, domethënë. Unë kam një moment se deri më tani ne folëm për Erion, për mungesën e besimit që kemi ne te biznesi privat, I cili na thot po deshe ri, po deshe ik. Tani e pranojmë se pranojmë, e lëm kështu, s'ka problem. Ndërkohë, sa herë afron o ndryshimi I pushtetit, o rotacioni, o I njëjti pushtet që mund ta gëzoj pushtetin më vonë, përsëri, çon si ka kjo, po sa herë ka zgjedhje, njerëzit fillojnë të dritherohen disa muaj përpara nga frika se do vi partia tjetër dhe do na heqin nga puna. Në fakt, një specialist, unë I kuptoj postet politike, që do ikë njëri, do vi tjetri, sepse prandaj është person I besuar I ministrit apo tjetri. Një specialist në administrat, pse druhet nga frika që po erdhi pushteti tjetër, do na heqin. Se s'ka si më rodi. Atëherë, kjo ka të bëjë me pjekurin politike, sepse me thënë drejtën, dalim pak përtej kodit punës në këtë element, sepse flasim për ligjin për nëpunësit civil. Pjesa më e madhe e administratës tashmë përfshirë dhe bashkitë,
janë në punë civil dhe rregullohen nga ligji për në punësit civil. Përsa përket drojes, është marrë eksperienca e ndryshimit të zgjedhjeve dhe është parë që ndryshimet administrat kanë qenë goxha të larta si numër. Kjo s'do të thotë që specialistët më të mirë janë mbajtur. Unë të marr mbase nuk duhet, por do marr shembullin e Ministrisë për Qenies Sociale dhe Rinisë. Rreth mbi 90% stafit të Ministrisë për Qenies Sociale dhe Rinisë është nga qeveria kaluar. Po e njëjta e qeverisë kaluar. Ka pas një zvoglim të strukturës, domethënë punën e 130 vetave po e bëjnë rreth 90 veta në fakt dhe janë larguar pjesa mbetëse, por nuk është se kanë hyrë të rinj. Domethënë kjo drejtërim vjen mbase për faktin që ka pas shkurtime. E gjithë administrata është shkurtuar. Unë flas për eksperiencën personale të ministrisë. Prandaj tash ato reformat janë shumë të forta. Nuk flas për gjitha ministritë. Domethënë në shembull që përmenda shembullin e Ministrisë për Qenies Sociale. Dhe çdo kush mund ta vërtetojë këtë fakt që është 90% e stafit vjetër nga qeveria e mëparshme. Thjesht është shkurtuar. Tani, nëse ka këtë lloj shkurtime dhe drejtërima hynë në puzët civil për fakt se ndryshon struktura, zvoglohet, dhe jo me argumentimi që do rritet prapë dhe do merren punonjës të ri. Nuk janë marrë punonjës të ri. Po të na ishin zvogluar këto strukturat. Kanë qenë tani mojën tjetër apo jo? Jo. Kanë qenë 130 dhe janë 90. Dhe nga këta 90% janë... Në fakt, frika me madhe që ekzistuar nuk është që të shkurtohen vendet, por që do ndrohemi. Do vi unë. Ka ndrime kokë më kokë. Rasti që përmendon është i vërtetueshëm. Nuk është i Kozeta, domethënë që mos ti bëjmë debat. Fakti që nuk ka një përfaqësi, unë domethënë si punonjës nuk ndihem i mbrojtur, nuk ndihem i përfaqësuar të jap mendimin tim edhe të kundërshtoj domethënë e prorin apo të jap në momentin që unë pikërisht atëherë kur ndodhemi pa punë, kuptoj që prit se pas kam dhe një sindikat, prit ndoshta do isha më fatlume po ta kisha, apo prit se është një ligj, domethënë fakti që ne jemi kaq të pa përfaqësuar dhe kaq të pa informuar që duhet të ekzistojë një sindikat që duhet të rri aty dhe të flasi me institucionin tënd gjatë gjithë kohës këtë bashkëpunim. Fakti që nuk kemi bashkëpunim institucion me institucion vendor me institucion qendror, na sjell në një sër problematikash. Kështu që neve mos ta zgjasim shumë këtë lloj debati sepse ka shumë për diskutuar. Duhet të vinë rastet e suksesit, duhet të promovohen rastet e suksesit që të konsiderohen si një lloj modeli që nuk është që kemi kaq të pashpresë dhe jo kaq kollaj mund të na thonë ikni apo hajdeni. Ka pak publicitet dhe kthehemi bashkë në 20 minutat e fundit.